أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah I na bof nasip, jo vetëm të djelat, po çdo ditë mas namazit sabahut mos flim, e të miremi me dhikr, apo me lexim, me ders, se 5 minuta mas namazit sabahit një dhikr I vogël, jep shumë bereqet në krahasim me dhikret që bëhen brenda dite, në kohët tjera. Ashtu Allahu Teala I lavdëron besimtarët, ata që e bëjnë dhikr Allahun sabah dhe mbrëmjen kështu. E ulemat këtë vakët ne tash që jemi tu e përdor, e kanë lavdëru shumë, se ka shumë bereqete, shumë përfitime një musliman që bën dhikr. Për qatë në për librat e fikut është folë, në këto dakika, a është ma mirë me bo dhikr, apo me lexu Kur'an? Ulema thujnë është ma mirë me bo dhikr. E dhikri ma I madh është përmendja e Zotit, dersi, po pastaj mund të hynë edhe këto dhikre tjera që astaghfirullah, subhanallahi ve bihamdihi 100 herë astaghfirullah brenda dite. Mirë. Tash vazhdojmë me dersin Sewadul A'zam për akiden ton të ehli sunnetit me mësu. I kemi lezu 9 mesele dhe tash është meselja 10 mesele I kemi lezu. Meselja e 10 ishte se imani është dhurat e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Pa këtë veprat e njerëzve janë nga Allahu Gjelle Gjelaluhu. Tash meselja e 10 është shumë e shkurt, do vazhdojmë me meselen e 11 pastaj ma gjatë. Meselja e 10, me që u përmend imani është dhurat e Zotit, thot duhet ta dijeni musliman I ehli sunnetit se çdo vepër e njeriut, çdo vepër e robërve të Allahut janë mahluqatun të krijuara. Ne kështu duhet besojmë si ehli sunnet, ndërsa Allahu Gjelle Gjelalu me gjitha efalet dhe sifatet e tij nuk është I krijuar. Sepse veprat e robërve nuk janë kadime, pa fillim, por Allahu Teala I ka kriju ato. Pra veprat tona kanë një fillim, vetë ne kemi fillim, prandaj veprat tona janë të krijuara dhe janë të krijuara nga ne Allahu Gjelle Gjelalu. Dhe duhet ta dije besimtari, musliman I ehli sunnetit se namazi, zeqati, agjerimi, haxhi dhe gjitha veprat që I bën janë nga krijimet e Zotit Gjelle Gjelalu, se Allahu Teala ka thënë në Kur'ani Kerim, surja Es-Safat, ajeti 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu dhe Allahu khalaqakum, ju ka krijuar juve, dhe çka ka krijuar ma ta'malun. Hoxhallarët e din se akiden, fiqhun, tefsirin, hadithin, këtë lëndët e sheriatit e përbëjnë gramatika arabe. I përbëjnë gramatika arabe. Gramatika arabe ndahet, sidomos el kelime, fjala ndahet në harf, shkronjë, ism, emër dhe fi'l, folje. Që këto janë 3 elementet e gramatikës arabe. E tash tu erdhi një shkronjë, neve nëse jemi hoxhallar duhet ta dim çfarë kuptimi ka kjo shkronja, pse? Për ta shpëtu akiden e ehli sunnetit, me një shkronjë. Shpëtuish akide, me një shkronjë prishish akide. Tash Mu'tezilet ndryshe komentojnë shkronjën ne ehli sunnetit ndryshe komentojnë shkronjën Mu'tezilet I thonë shkronjës ism me usul, ne I themi masdarie. Do me thënë neve atë shkronjën me atë foljen pastaj që vjen e shëndrojmë në masdar, pra në rënjë, pra faktikisht në një emër. Wa ma ta'malun, Allah ju krijoi juve dhe çka krijoi? Wa ma ta'malun, atësen që ju e veproni. Bëne masdar këtë, bëne rënjë, wa amelekum, dhe veprën tuaj. Thënë Allahu Teala në Kur'an thot unë e juve u kom kriju, e ne veprat tuaja. A Mu'tezilet se komentojnë me elledhi ta'malun, e qojnë dhe ato vegla, ato sebepe që ju vetë veproni. Tha vetë I krijoni veprat tuaja. Me një shkronjë devijojsh me akide.
Për çat hoxhallarët urgjentisht kështu, dënesin sarf, nahf, emsile binah maksut avamil izhar, izin e kceva, izhar, qafije molla xhami. Që këto libra pa u lexu, dalish pejgamberi ka thonë, Allahu ka thonë, për mend flasish. Ktu tash një motivim kjo për hoxhallarët le tjetë. Thënë e kuptum, Allahu ju ka krijuar juve dhe veprat tuaja. A Mu'tezilet thuajnë, veprat tuaja nuk i krijon Zoti, ju vetë i bëjni veprat tuaja, po Allahu Teala i ka kriju ato mjete. Për shembull, për të hecë njeriu duhet kijet ajër, ku e di, oksigjen, po mos jetë vakum, çato Allahu i ka kriju. Apo, për të vepru diçka duhet një çekiç, duhet një shpatë, çat hekur Allahu e ka kriju, tamam, elementin e parë Allahu e krijon, ama veprimet tuaja si veprim Allahu nuk i krijon thuajnë. Për çat parashtrohet kjo pyetje, apo falish namaz, kush ta mundson, kush ta krijon? Allahu. E pive raki Zoti na rujt, prap Allahu e krijon, se është vepër. Derisa është një sen që ndodh, pa tjetër themi se Allahu xhelle xhelaluhu e krijon. Dhe ajeti tjetër, Allahu khaliku kulli shay'in. Allahu është khaliku, krijuesi i kulli shay'in, i çdo sendi. Atër veprat tona, ajon sende, ajon dodhi, ajon realitete që ndodhin, po, atër Allahu Teala e krijon. Kjo qoftë ibadet, qoftë masijet, qoftë një sevap, qoftë një gjuna. Tash, elhamdulillah, Allahu Teala në nderon se e bëjmë një sevap shumë të madh. Kur qerët këtë janë në gjumë, kur të nesër me të edhe ne ndoshta në që këtë vakët dhe jemi në gjumë, e mo laznojna, ndoshta e në gjejshim në gjumë, sidomos të orët e verës, kur thom në gjumë, elhamdulillah, sabajnë e falim, rrem një mësak, që më kujtojt, hoxha s'fal ka namaz. Perandoria Osmane për çatu prish. Hoxha i hoxhës tem, pra, hoxha i Mahmud Efendis, se hoxha i hoxhës tem, do të thot, ka jetu në perandorin Osmane, po e kam bri edhe periudhën tjetër. A i tregon, thot, perandoria Osmane u prish shkaku i hoxhallarve. Pse? Thot, ishim 600 ulema, ti ulema kanë qenë në meshihatin. Meshihat, sot myftinis hala i thunë do pleq meshihat. A i thunë ashtu, meshihat. Mufti dajre i thunë. Kitë fjalë araben, mufti dajre, dajreja, banesa e muftinis. Meshihat i thunë, meshiha, vendi hoxhallarve. Tamam. Vendi hoxhallarve. Pa pi aty ku i kanë udhëheq punët fetare. Ama ato kanë qenë ulemat nivelit shumë të nalt. Thot 600 veta ishim të punësuar, një pi aty në edhe une, vetëm 6 veta falshim namaz. E qashto pa i kanë ma, pa e në devleti pa i kanë. E në fmit ma pa ju bonën kitë laika aty në. Ja. Po qatë kur thoma ashtu, ne tash e shojsh se je muslimani i dobet, pala dëzgjojmë, rjatër deri një mësak fale, ne? Haj për të mirë. Normal deri 1:30, barem elhamdulillah me liber miresh. 1:30, 2, me përkthime ose me libra. E tash e në 48 minuta thot aty left, e në shkojnë ato sekonda, tash të flej. E në të reskeri për 2 ore gjysë zgjojnë vetë sot, elhamdulillah. E di se kom një gajlet madhe në ndërës dëvejni, për këtë sabahit, hoxha, nuk o këtu. Atër, tamam. Ama ditë qera ku s'kemi përgjithësi qera mos i besojni nefsit. Albe unë e zgjohem, jo. Nëse të kanë beten e gjysore 40 minuta për imsak, priten e pak, fale sabajnë mapa. Tu thanë të bësh një sevap matë math, po të shkon farzi, shkatërojemi pastaj. Kthehemi në temë, do me thanë Allahu është krijuesi i çdo sendi. Dhe thot ky dietar i bukur, men lem yaqul, kush nuk thot se ef'alu li ibadi makhluqa, veprat e robëve të Allahut, veprat e njerëzve janë të krijuara, fa huwa mubtadi'un, ai është bidatçi. Pra ai është mu'tezile, që do thot një akide me bid'at. Dhe kaq thot është e mjaftueshme për një njeri të mençur ta kuptojë këtë mesele. Cilën mesele? Meselen e 10, meselen e 11, po se ke bo gjumin mirë, numrat i ngatrosh. 9, 10, meselja 11 ishte se robt, veprat që i bëjnë robt e Allahut, këtë janë të krijuara nga Allahu xhelle xhelaluhu.
Dhe piktu nuk do të thotë se i ngjitet edhe Allahu dhe një noksan lek, apo dhe një tipar, dhe një cilësi e krijesave, se na krijon neve veprat. Ka që ishte kjo meselja e parë, tash meselja e dytë e këtij dersi, ndërsa në kitab meselja e 12. Një musliman i ehli sunnetit duhet ta di se Kur'ani Kerimi është kelamullahi Teala, është kelami i Allahut. Neve themi fjale Allahut xhelle xhelalu. Ama është gajru makhluqin, ajo nuk është e krijuar. Tash e përdorëm një ajet, Allahu është krijuesi i këtij sendeve. Tash prap Mu'tezilet thuin atëherë sipas juve, nëse Allahu që ka krijuesi çdo sendi, Kur'ani është një send, Kur'ani është send, atëherë dhe çfarë ka kriju Allahu xhelle xhelalu. Dhe i thuin Kur'ani Kerimit është i krijuar prej mrapa, nuk ka qysh në fillim me Allahun xhelle xhelalu. Ne kur themi Kur'ani s'është i krijuar, e kemi për qëllim sifatin e Zotit, që është kelam, tamam, që bisedon Zoti, flet Zoti, tamam. E në asaj themi kelami nefsi. Tash inshallah do ta lexojmë. Ase Kur'ani si Kur'an, që shtypet në për fabrika, në për dyqane që shitet, te e prekish me dorë, dhe ne e shqiptojmë me gjuhë, e'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dhe fillojmë ta lexojmë. Normalisht se këto sende janë të krijuara, se këtu hyn vepra jon, janë veprimet tona. Sepse ne besojmë që Kur'ani Kerimi është kelami Allahu Teala bil haqiqa, me haqiqat, la bil mejas, jo metaforikisht. Pra është një çështje që na ndan prej Mu'tezileve. Ne besojmë se haqiqat me të vërtet është sifati i Allahut. Mu'tezilet thonë jo, kelami i Allahut di themi, pra fjale e Allahut di themi ama metaforikisht. Pse? Allahu e ka kriju atër janë gjesim sikur është e Allahu xhelle xhelalu. Një që me thanë shtëpia e Zotit. Kush e ka kriju Ka'ben? Tamam, botën e sebepeve Hazreti Ibrahimi e ndërtoi, ama krijues si krijues është Zoti. Atër janë gjesin shtëpia e Zotit. Tamam. Mirë po është gabim kjo. Kur'ani Kerimi është sifati Allahut dhul xhelal. E kush thot se Kur'ani është i krijuar, estakfirullah, dhe për këtë kanë derdh gjak njerëzit. Ahmed ibn Hanbeli për çka ka vdek. E në një hoxh në Turqi shumë bukur na e sqaroi se neve na duket shumë një ihtilaf shumë i thjeshtë, shumë si teknik, jo nuk o ashtu. Thonë i besove se është i krijuar, edhe çka do të thotë? Yani nuk është cilësia e Allahut, e vetëm cilësitë e Allahut nuk pësojnë ndryshime. Kitë sende qera jashtë Allahut pësojnë ndryshime. Ato duan të vinë që këtu se nuk është sifati i Allahut, nuk është fjale e Zotit, është e krijuar prej mrapa, një si qabja ka pësu shumë ndryshime, sa që edhe është zmadhu, kana e gjath, kana e majt pak për para, shif do ndryshime ka pësu. Do kishin dashtë edhe të Kur'anit kjetë ndryshime. Një si jahuditën e krishterët. Atë vetëm hiqe si sifati i Zotit, ma pa thot mund të prekim sa dum. Ama së një bindish muslimant, pse? Del Ahmed ibn Hanbeli vdes për këtë kaos. Dhe përmendim matutje Ebu Hanifja. Ebu Hanifja me Ebu Jusufin e kanë diskutu këtë çështje. Çka do themi për njerëzit që thujnë Kur'ani nuk është, do me thënë, pa fillim, po është i krijuar. Kur'ani kur themi edhe njerë, pra kuptimet e aty në fjalëve në Kur'an, pra sifati kelami nefsi i Zotit xhelle xhelaluhu. Kush i thot Kur'anit se është i krijuar, është një lloj si ai që thot sifatet e Zotit janë të krijuara prej mrapa. Kush dia krijoi e Zotit një atribut? Kush mund t'ia shtojë Allahu Teala një sifat? Atëherë thot kjo është kufër, sepse Kur'ani Kerimi është sifati i Zotit dhe është fjala e Tij dhe nuk mund të jetë e krijuar, por është një sifat, një cilësi e krijuesit ton Allahut dhul xhelal. Vjen një hadith, tash, ajet përmendëm, ajet nuk përmendëm, ajetin e përmendën ato, Khaliku Kullishi. Tash vjen një hadith nga Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhuma, se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, kush thot se Kur'ani është i krijuar, ai është kafir ndaj Allahut
Dhul Gjelal, Adhim, Allahu të madh. Mirë po këtu poshtë, tash dëhym pak çështje teknike, ulemat kanë thënë, këtë sune gjejmë si hadith merfu, pra direkt nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Këto janë shumë sende normale, kështu mos ju ngatroje, se këto janë çështje pak, si them, ma teknike për ne hoxhallarët, e në ky libër është krujt për me u lexu në për medrese. Ama ma ju elhamdulillah nuk jeni vetë xhamatli të thjesht. Ju nuk e falni vetëm xhuman. Bile ma ju ne besoj se nëse ndurojni në xhuman në xhami, atë kom një ndjen dhe ajo është pak ma pozitive mo. Se te kur e hipish një shkallë pak ma nalt, mo kur folet për shkallën ma poshtë, ama mo ja hap rrugën shejtanit të rish në kafe në ato dakika. E që ato jo problemi. Do vlezër që aty e në fillojnë devjojnë. Tash e në unë jam i detyrum, gjuma si të mbaj ders dhe duhet nivelin të mbaj shumë të ullët, se aty vjen një gjallë klasa e 7, klasa e 8. Prape gjalli klasa e 7, klasa e 8 është ma inteligent, e ne ma ngritur me mendje se sa një plak aty që s'ka lezu 80 vjet as një shkronje liber, në një resht. Ki hala ma posh është me nivel, tash duhet për ato të flasish. E shartet e abdesit, shartet e guslit, 80 vjet, po 80 vjet, se aty je. Tamam? Ama hatar se hipam në nalt, mos rrim kafe vakët gjumaje, e ne dvim vetëm farzin të falim. Prap shkoti në xhami i ri, meru me dëni dhikër, prap në gjoje hoxhën, prap ka bereqet. Ama e di se vina jo mërzia se thush i di be mund më këto tema. Ama mos ja hap rrugën nefsit e në shejtanit, ta mohojsh mirësin e dersit. Mirë. Do me thanë, ulemat kanë thanë këtë si hadith merfu, pra nga pejgamberi, së ne gjejmë, po kalon në për libra se Amr ibn Dinari ka thënë, pra një tabiin, thot i kam bri 9 sahabi, ato kështu na thujshin neve. Kush thot se Kur'ani është i krijuar, ai është kafir. Shif një tabiin, i kam bri 9 sahabi, 9 sahabit, u kanë bajt derse atyne, edhe nisi ven kjo. Hoxhën besime në gjysh një hoxh tjetër, edhe një hoxh tjetër, edhe një hoxh tjetër, ama kitë fjalët e njëjta i përmendim neve. Yani jemi, kur je ehli sunnet, kur je një akide, nalt poshtë atë i dalim. Në ti tash kujtoja çashtu këtë tabiin, thotë ngjova një sahabi tu kallzo des një sahabi tjetër, këtë që këtë në e thujshin se kush thot Kur'ani është i krijuar, ai është kafir. E po, përderisa flitet për një hukëm, për një gjykim, për botën tjetër, a është musliman, a është kafir, kuptohet se këtë e kanë marrë për pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj që thot, së ne gjetëm këtë direkt nga pejgamberi, nuk e mohon të qenurit hadith direkt. Një rivajt qëtër nga Ibn Abbasi, tregon Ibn Abbasi, te dha kerna el Kur'an e inde nebi s.a.s. Pejgamberi a.s. aty prezent, ne këtu mbajmë ders me një qetrin, bëjmë përsëritje për dersin e Kur'anit, mudhakere, i thujnë kësaj. Mudhakere është kur talebet e medreses, dersin që e kanë marrë nga hoxha me qitap, me shënim, me kështu send, mas dersit hoxha shkon dhomën e vete, në zyrën e vete, ose shkon në shpinë e vete, talebet mblidhen, e në kit ai grup që e ka dëgju dersin, tash e bëjnë mudhakere, ty mot ka hik dë një shënim, abe kjo si ishte, këtë se kuptova, e Allahu tali çfarë nuri jep në atë moment, be subhanallah. Allahu shumë i do këto, halkat që bëjnë për me bo mudhakere. Aty Allahu tala lishon shumë ilëm, shumë bereqet, shumë nur. Aty piqet talebeja, për qatë kur e marish një mësim o talebe i dashur i medreses, drejt mere një shok, e di se dojnë një pak të lujnë, të vrapojnë një sen, tamam se i keni 15, 16, 17 vjet, e keni hak, ama ndajni një kohë, e kanë edhe një zyrë shumë të bukur, që asë një shkollë qetër e mesme nuk e ka një dhomë apo stafate vetëm për me mësu. Aty të hynë edhe t'i bëjnë përsëritje derset, kjo është mudhakere, se kanë bone sahabët. Aty pejgamberi a.s. në dëgjonte dhe pastaj në tha, se jeti min ummeti fi akhiri zaman unas, në ummetin tem dë vije një vakët, do me thanë nga ummeti jem dë vije në fundin e vaktit, në akhiri zaman, një grup njerëzish që dë thuajnë, Kur'ani është i krijuar, tha pejgamberi, la, nuk është këshu, ajo është qelami i Allahut, pra është sifati i Zotit. Femen kale gajre hadha min ummeti, kefera billahi wa bil Kur'an. Kush e thot,
të kundërtën e kësaj nga ummeti jem, ai ka bë qufër Allahut dhe i ka bë qufër Kur'ani Kerimit. Pse? I thot i krijuar një cilësi të Allahut Gjelle Gjelalu. Inshallah e kuptojmë këtë. Allahu Teala, e në me dhatin e tij, e në me sifatet e tij, është i pafillimshëm, i përhershëm pa fillim që themi, Qadim dhe Baqi i përhershëm pa mbarim. Po ashtu në një rivajet tjetër, kalon nga Muhammed es-Sadiq, ai nga baba i tij, ai nga hoxhallarët e tij. Tregon se janë mbledh një grup njerëzish nga San'a, një pjesë, një qytet i Yemenit, dhe Aden. Për Adnin nuk tregon ku, se di, Adni ku është. Thanë ato, ja Rasul Allah, Kur'ani, a është një krijes nga krijesat e Allahut? Pejgamberi a.s. tha, jo mos thujni kështu, se kjo është kufër. Tregohet se Imam Ebu Jusufi, rahimahullahu ta'ala, thot, nadhartu Eba Hanife, rahimahullahu ta'ala, diskutova me Ebu Hanifen, afër 6 muaj lidhje me çështjen e Kur'ani Kerimit. Pra, për një njeri që i thot Kur'ani Kerimit, a është i krijuar. Jo që njëni pe këtyne ka thënë ndryshe, ky ndryshe, thënë njëni thot Kur'ani i krijuar e tjetri thot nuk o i krijuar. S'mund ndodhe. Talebja e Ebu Hanifes nuk mund dale me akide të devijuar. Pra, çka do themi për një njeri që thot kështu? A di themi ka bo qufër, apo vetëm është bidatçi? Kjo është çështja ku kanë debatuar dhe kanë diskutuar Hoxha me taleben e tij. Thumë të fakna, pastaj erdhëm në përfundim, në një mendim, se kush thot Kur'ani është makhluk, ai është kafir. Astaghfirullah, ja Rabbi narvi. Kush thot se Kur'ani Kerimi është makhluk, ai është kafir sipas Ebu Hanifes. E libra tona klasike kështu kalon. Libra tona klasike ç'kjo mezhebi Hanefi, ç'kjo akidja Hanefive. Pa çat mos ju mashtrojnë Hanefi që s'janë Hanefi. E Allah farallafi, Hanefi që s'janë Hanefi. Këtu elhamdulillah në qerët njëtë besojnë, vetëm Mu'tezilet më kanë betë se i thujnë Kur'anit i krijuar. Moti njerë njëni, unë isha alan studime atër, e ne, ta shof, as njënin për ju nuk e njifësha. Ama kisha shoshni pitetove, me ndosha se musliman, me këto unë dhe heci fejnë islam, as njëni nuk o tash rrethin të. As rrethin krugin e ditë, krugi i tretë, shumë larkë janë. Se unë rrethin e kam shumë të gjanë. Në rrethin tem kam njerës që ala konsumojnë alkohol, ama ala e kam në rreth. Se në gjej borç me atë të mbaj, atë kontaktin atë shoshnin. Këto qere që me ato dë bëjqim diçka për islam, kërkund nuk janë. Kërkund nuk janë. Tu kon talebe, ala student, tu kon agjen Stambol. E në kur e shof njani ka him filma, e lavdron një person për një thënje që e ka thonë. E ne ka qitë të statusi vetë. I thoma, e kuptojshti ku del kjo fjalë? A e kuptojshti? Kolla jesh në Facebook në bajesh Hanefi. A e kuptojsh ku del kjo fjalë ti që e thujsh? Qepse nuk është tash në rrethin të më ngusht. Jo që unë e i thash hup ti që e shporu. Unë nuk e kom atë karakter. Tha pse moja kje i natin. A behet, shkom bajtojnë të jenë. Mere me këtë qetërin. Ama sot, ati që ja boni post, pra, që ja kish qitë statusin, thanë lafin e ati që e ka postu, me pa, si këshu a selam së njep, se moja ka qitë fundin e njeri. A i njeri tha, s'ka as gjennet, s'ka as gjennem, s'ka as shejtan, po. Ama neve pi moti e kuptojshim se i prekben do pika interesante, ne dishim atë Hanefi, ne prekten që këto tema. Kur e lezojmë, Er-Rahman, allem el-Kur'an, a mund të dhejmë se ne kjo nuk o e krijuar? Opa, e murëm atë detektor kemi në oxhallarët. Dishmërin dhe ehli sunnetit, brenda Allahu Teala na ka fut një antivirus, ku ka dhe një virus kundër ehli sunnetit, ting, shumë në bëjnë senzorët. Elhamdulillah e kemi këtë. E ne? E nuhati isha të problem. Ki, që jenë, thëmë, aja ki e inatin më bëni. Sofan Allah. Allah ju të zëf njerëzit. Amin.
Pe aty e kuptova se nuk ka mirë një hoq me njerëzit tjerë tjetë shumë shok. Se? Shoqiton ngusht mund t'i thuj, pse, ja ke i natin mesit, gjije këto golla. Tamam, ati thuja, shok e kje. Ama nëse kje në hoq, aja kje i natin nuk i thuhet, se s'kje kur një fardarimin nga populli Benu Israili që e maltretojshin me fjalë Hazreti Musën që kalon në Kur'an. Mos u bëjni si ato që dhe u Musa i bën ezjet e maltretun me fjalë Musën a.s. Ne jemi umeti pejgamberit a.s. Me një njeri që e simbolizon fen, duhet dim shumë mirë si të flasim, ti matim fjalët. Për qatë rrethin tem të ngusht të shoqnis, ky që pin raki, se ma din atë respektin deri dëku shok, ama ma tutje ti e hoq, respekt në atë fen tënde, edhe ajo është i fes tonë, po në ato vepra tuja ti që i bëjsh, unë e s'mund të thonë kam respekt, po kam mëshirë inshallah një dit i lash, ama shif hala vazhdon, ajo fusha magnetike, shif nuk shputemi komplet, ama një njeri që thot, më ja ki i natin, një bidatshis dja ki e minatin, një njeri që sot me u bërë tamamil e myrted, dja ki e minatin, subhanallah. E hajde tash publikoja ta shojmë, të trefe në najot mapa, të thosë e gjima publikujsh këtë idiotin. E po hoxha pi në nëstan duhet të daloj e pak pi ma herët, ta kuptoj hoxha ku do nësaj dhe ki vlej. Sa ashtu e në gjyshet tona që dhe kuptojnë, nuk o hyner, nuk o marifet. Nese, më falni pak, hymë këto muabetet private, po, unë as kujtë si a kominatin, as kujtë e nuk i idhnohem, rejni ratë. E në si e bje punën Allahu. Hiq pa u idhnu, ama, ma pa largohet njeri. Kjo është një për ndëshkimeve të Allahun xhelle xhelalu. A si t'i dhnojmë ne, si të bëjmë si fëmijë e hoxhallarët atër, duhesh kemi ende me u pjek. Allah i edin, i dhnoj me s'kom zemër me asnjën. Gjinam vjen pin zemër. Mirë. Do me thanë, Ebu Jusufi me Ebu Hanifen kanë folë. Pra vjen tash një Muqatil es-Seberqani rahimahullahu thot, e kam dëgju Ebu Hanifen duke thënë se kush thot që qelami i Allahut është i krijuar, pra Kurani i Kerimi është i krijuar, ai është kafir. Kurani është qelami i Allahut, nuk është i krijuar. Pse i ka pru këto dy rivajete ky imam i madh, se në vaktin e Ebu Hanifes e kanë akuzuar Ebu Hanifen se e ka thënë që këtë Kurani është i krijuar. Kjo është një iftira e madhe. Dhe imam Dhehebiu thot shumë bukur, nuk ka as një shekull, nuk ka as një brez nga ulemat që mos jetë sprovu me që këtë sprovë. Pak ai përhapet fama, pak a ka ndikim fjalë të ati, me njerë njerëzit me inate, që ja kanë inatin dhe kujt, me njerë fillojnë të ndjesin etiketa dhe iftiraja e në shpifje. Thot, këtë e kapi edhe, kjo bela e kapi edhe Ebu Hanifen. Thot, s'ka as një shekull, as një brez, që mund shpëtojnë nga kjo bela. Kjo është caktimi i Allahut, ka njerëz të këqij dhe njerëz të mirë. Të këqijt çdo herë dhe mundojnë ato të mirit ti njollosin me etiketat këqija. Përveç thot gjeneratës së parë të sahabëve ridvanullahi ta'ala alehim ejma'in. Me një rivajt tjetër thuhet se pejgamberi ka thënë do vije mbi ummetin tem një vakët ku disa njerëz do thuajnë Kur'ani është makhluk i krijuar. Kush jeton deri atëherë dhe kush i mbrin ata njerëz? Tash sot shqyra Allahut s'ka më shumë ndikim kjo akida, ama një vakët, sidomos kohën e Abasidëve, kanë vrarë ulema. Ta thuajsh të kundërtën e kësaj ke përfundun burg. Allah, ja Rabi, mona sprovo. Ja Rabi, për herë në mundësor rahat si sot ta flasim akiden e ehli sunnetit, ja Rabi, amin. Se për ndrejshe dhe duhet heshtim o gjema. Ose dhe bëhesh trim dhe folishën dhe përfundojsh shahid. Atë guxim nuk e dija e kemi. Elhamdulillah, tash është situata mirë, rahat flasim, hoxhallar më të se ti në moshë të lavdërojnë, thënë shumë mirë flasit, që ato libra shumë mirë që i lexojsh, vetëm vazhdo. A mund vajnë bare gjë në dënjerë, kërse ta bëj më interesant dersin për trit, thotë në unë e ti njoj derset, hoxhe efendia, në taj më njojsh, mund vajnë bare. Po më falë be dënjerë, edhin kërkoj falë, më falë dënjerë, edhin shu bëjmë dëni shtos që haqia me done se në gurbet, ase haqi lajk, gurbet qari ashtu, a i plaku këshu, thotë hala ma majrë ato, të kuptoj shumë majrë, thotë. Aj që donë të kuptoj, a i të kupton,
E në unë e di se një hoxha efendi gjykat kallëzoja si shtosa. 50 minuta vetëm për sende serioze sot, niveli, kërkom pak dhe një shtosa. Ose më thuish ma interesant të hoxho kur mi kallëzojsh ato raste ta e gjithë ka ndodhë. Ato ndoshta nuk duhet t'i kallëzoj une. Unë duhet të mbajmë hoxha efendi. Me këto shembuj mbajmë. Shif e fljoj pak atë autoritetin tem, vetëm të rritë ta kuptojnë, të vaj më interesant, dersi. A gjinë doth, për kitë dersit, njësë atë qatë e mba me në gjalliri. O gjallë, ma djegish karjerën me gjallë. Po, si tha ju lej, tha o gjëmë, bëjnë 1 milion klikime, shikime ka jo video e pishkupi që vinë ta i gjalli, që i bëjtë ato, ma pa i thash ndali se, e ne i ndali, Allah jesh për blift. Sa më bëjnë 1 milion klikime, thash, cala me i shala dhe një namaz, dhe një abdes, dhe një bëjnë një teube. No, a i rasti me atë haqin, a gje, në qabe, që ka veç done, koj di që. Mileti që këto mua vete i do. Thot kur dhe e mbrini atë vakët, fela ju mari him, mos debatojni me ato, vela ju gjalis hum, mos ullni me ato me një mezlis, sepse ato janë qafir dhe Allahu dhul gjelal, dhe Allahu të math el azim, dhe ata sëndë hynë në gjennet, dhe asë sëndë e shiojnë erën e gjennetit. Sigurisht që nuk e marim këshu në aspekt të përgjithshëm këtë, ulemat e ehli sunnetit, hoxalarët dhe hynë në për debate. Sahabit kanë hynë debate. Mirë po, kur e flasish me një vend të përgjithshëm këtë, atë e thush, hiq mos u fol atyne. A e thome në unë edhe njerë këtë, hiq mo, hini me ato në muhabet. Që kjo është? Jo që i frigemi, jo që si besojmë argumenteve tona, po a i nuk është në nivel, po ti nuk i ke studiu do gjëra që u dhe studiojnë, mos hynë të i në debate. Mos hynë se ndoshta të 2-3 veta dë preke e khajri, ama në 200-300 veta kështë i dyshime alama tepër. Ki joti dë thush, hajde be të njoj këtë debat, va divin ma të bindshme ato argumentet e ati qetrit, për të fitau 2 veta, i hupe 222 veta. Tamam. Def'ul mefasit e ulamin gjelbil menafi, parimi islamit o kjo. Me largu zararin është më prioritare se sa me e kreft majrën. Hoxha unë me këtë veprim di shpëtoj 5 veta, po ama i helmush 500 veta. Këto tema delikate, shef, në YouTube dersi është disa është 25 pa lecëlli ders është. Pa shif duhet besim tyjet e kanalit a gje këtë video. E në inshallah nuk është dersi i parë direkt që e njën këtë ders. Ama kur darin TikTok me ato shkputje, ku edhe Instagram, pa dashtas i delin e ati që s'ka haber ka islami. E në gjithë drejt, Kurani është i kryuar, asë është i kryuar. E ma pa dhe kërkoj prapë në Google, dhe pëjse ChatGPT-in, ChatGPT-ja qatë ma në e ledhi që parës që thash ma i mazdarien, ma i smeosul, gabim e kalzon. I thë moti, folë si pas e ilisnet, po këtë drejt në falë prapë e thot gabim. Kompjuter ajo, kompjuter. E thot Thabit el Bunani radiallahu anh, kur e dëgjuam këtë hadith nga pejgamberi a.s. Gjethuna ala rukbetejni gjlalen li hadhe el hadith. Kur e dëgjuam këtë, disa pejneve ishim në kam, ram në gjuj në rat takati nga madhështia e këti hadithi. Dë vin njerës dë thojnë se Kurani është i kryuar, mos ullni me ato. E thot tash ky imam i math, Hakim e Semerkandi, men vekafe, kush hesht, thënë rinë, indiferent, dhe nuk thot, është qelami i Allahut, pra është sifati i Allahut. Pra hesht, në përzijet. Ai është më sherli, më i damshëm, se ai që thot, Kurani është i kryuar. Për këtu merrja një parim. Ti duhet të kish një saft të caktuar. Ai e Hanefi, Maturidi, Oloçk, ai dhe kush tjetër. Pa pak pjasaj, pak piksaj, pak me vlut, pak bidat me vlut, pak tespaj, pak me tespaj, pak pa tespaj, kush i e belot këtaj? A mund të të marrë seriozisht ty? Du të di ti kush i e? Ka calan i e? Ai që lun ka të dianët thot është më i keq se sa që është direkt te bidati. Që? Ose dhe thuj që është qelami i Allahut, është sefati i ti, dhe nuk ka fillim, nuk ka mbarim, ose dhe thuj me akide gabim, dhe jesh dhe thuj që është i kryuar. Ai që qëndron dhe thot nuk e di, ai është më i keq dhe është më i zararshëm se ai që thot gabim. Se ki lun ka të dianët, ki ka të i pare munafiku. Pa qatë neve, ta dim ka jemi të orientuar. Hic kemi nevoj të përzim me zhlise qera.
akide qera, meshebe qera. Ne e dim vijën, e dini, hoxha, va ka përmendu hoxhalar që janë vijën e njëjtë, cilët mund t'i ngjojmë, mezhliset e kujt mund të shkojmë, s'ka nevojë më të ngatrojmë punë qera. Dhe ta dini që gjithë shka që ka zdrip Allahu Teala nga Hazreti Ademi e të gjithë pejgamberët tjerë deri te Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gjithë se janë 104 kitabe. Të gjitha janë kelami i Allahut dhul xhelal. Dhe tregohet në disa akhbare, do më thënë disa khabere, disa transmetime, se Ka'bi radiallahu anhu thot, Allahu Teala 40 sahife, 40 faqe ja ka zdrip shitit gjalit të Hazreti Ademit. Shkruje këtë 40. Pastaj 30 sahife Idrisit a.s. 70 u bën. 20 sahife Hazreti Ibrahimit, 90 u bën. 10 sahife njëherë Hazreti Musës në fillim para Teuratit, sa u bën? 100. Pastaj komplet si libër, jo vetëm fletushka, sahife, po komplet si libër, ja zbriti Teuratin a.s. Hazreti Musës, sa u bën? 101. Pastaj Zeburin Hazreti Daudit a.s. 102. Injilin Hazreti Isës a.s. 103 dhe Kur'ani Kerimin Hazreti Muhammed Mustafas salavatullahi wa salamuhu alaihi ecmain, gjithse u bën 104 kitabe. Gjithë këto kitapet janë kelami Allahut, sifati Allahut dhe nuk janë të krijuara. Kush thot për ndonjënën prej këtyne, bile për një fjalë prej tyre se është e krijuar, sot ekziston tash ajo rrymë dhe thonë Muhamedi, Allahumma salli ala sejdina Muhammedin wa ala sejdina Muhammed. Ka qenë nervoz atë moment dhe ka shti këtë gabimisht në Kur'an dhe thonë, ai është fëhue kafirun billah, ai është kafir. Ose dhe e quajmë Xehmi, ose Mu'tezili, ose sot modernist, pra kafir. Wala shekke fi kufri, mos dyshon në kufrin e këtyne njerëzve që thonë se Kur'ani Kerimi është i krijuar, fe innehu mubtedi'un, sepse ka rënë në bid'at që disa ulema këtë bid'at e konsiderojnë kufër, disa thonë mjafton vetëm si bid'at, mirë po thot, kjo mjafton për me kuptu njeriu i mençur si duhet besojë një ehli sunnet. Mirë po, sa dakika u bë dersi, 40 parafërsisht. Si e ka zakon ky alim i madh i perandorisë osmane, sjell komente dhe unë u turpnova për vitit tem javën e kaluar, bon bas sabajt s'kemi takat, koncentremi pak me i dobet, po në mbyllen syt, jasta e kësen. Javën e kaluar u mundovat aty për aty ta përkthej gjithat hadith, 3 faqe ju kujtohet, gjithat rast me Ebu Talibin, se në ndodhin dë njerë, duhet dalem, ta lezoj këtë fjalin deri në fund, e mapa. Për dëgjuesin kjo është, pak maltretuse, për qatë pipram, njën sa ndajtëm, e përktheva këtë pjesë, bile ne fotokopjova, mu duk viti si ato shkollavanët, apo kur vishin, ti i ke bot detyrat në klas, aty 5 minuta para se me arë profesori, vishin ato vajzat kit me ato fletoret e zbukurume, sen me fleta, këshu, kënë punu, e ne dush ta marish notën e njët me ato. Elhamdulillah, për islam e bëj. Pse qeshët, shumë mu kujtun ato memorijet, apo. E kur kje dhe një familjare, dhe një vajz hale, dhe një vajz teze në klas, ma kolla ishte. Thusha bom i taj. Shqyqyr tash për dinin e Allahut s'kemi nevoj, ne veti bëjmë detyrat tona. Jashtë asaj që është teknike, shif pak ngurcohet zemra, au, qafir, bidat, ande, kënde, perandoria Osmane këshu e ka pastelin, në fund një ders të bukur, një nasihat bukur që ta përkdhele zemrën. Një që javën e kaluar ajo historia me Ebu Talibin, jetim pejgamber islam, sot tash ki dietar na tregon pak për vlerat e Kur'ani Kerimit. Thot, mrekullit e Kur'anit nuk mbarojnë asnjëherë. Thelbin e plot të saj nuk e di askush përveç Allahut, që është Alamul Ghuyub, që i din të mqeftat. Kur'ani nuk vjetërohet nga përsëritja e shumt. Për këtu i referohet një hadithi, atë nuk e shkrujta hadithin, po, drejta e mora kështu si tekst. Pejgamberi a.s. do me thonë, ky Kur'an nuk shkatërohet, la tenqadi, nuk përfundon, nuk mbaron. Çka do të thotë që nuk vjetrohet nga përsëritja e shumt. Çdo ditë e lexosh nuk mërzitesh, nuk duket e vjetër. Në një këngë xarazet apo
këndojsh një javë, di, haram është, gjynaf është. Flas për atëherë kur i bëjsh detyrat në klasë. Jo më sot 5 vakët leje, halat këndojsh dhe një muzikë dhe një këngë. Edhe të gjitet në gjuhë, një javë pastaj bëhet bajat apo. Do me thënë, bukuria e ti, ëmbëlsia e leximit dhe dëgjimit nuk humbin asnjëherë, sado që ai të përsëritet në gjuhët e lexuesve apo në veshët e dëgjuesve, si dhe në mendjet e atyre që meditojnë. Kjo është ndryshe nga fjalët e krijesave. Fjalët e krijesave janë të bezdishme. 2-3 herë dëgjosh, dersin e njëjtë. 2-3 herë maksimum e dëgjosh dhe më pa tamam, thuaj e dish këtë meselë. Kush gjykon sipas Kur'anit e ka thënë të vërtetën. Kush vepron sipas tij udhëzohet në të drejtën. Kush gjykon me të vepron me drejtësi. Kush kapet fort pas tij është udhëzuar në rrugën e drejtë. Në një hadith tjetër thuhet, që ajo nalt ishte komentimi i hadithit. Kush e lexon Kur'anin, nubuveti, pejgamberllëku, pra nuri i pejgamberllëkit reflekton, jo se pejgamberllëki si pejgamberllëk hasha, mo dalim pi dinit, ta kuptojmë mirë. Pejgamberllëku vendoset mes 2 anëve të kraharorit të tij, mirë po nuk i vjen shpallje. Pra nuk është halis pejgamberllëk. Mirë po të prek një bereqet nga pejgamberi alayhis salatu wassalam. Kush e lexon Kur'anin si duhet. Në një hadith tjetër thot dhe me këtë dhe mbarim. Hadithi 2 faqe e gjysmë. Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu transmeton. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: ditën e Kiametit do të thirren ehlul Kur'ani, njerëzit e Kur'anit, ato që ja kanë mësu gramatikën Kur'anit, ato që i kanë mësu fjalët e Kur'anit, leximin bukur të Kur'anit, me tajwid. Mas ti hadithi pak ma me kujdes ma pa dhe lezëm inshallah Kur'an. Se cilit prej tyre do t'i vendoset një kuror. Çdo kuror do të ketë 70.000 pjesë dhe në se cilën prej tyre do të ketë një rubin të kuq, këto e ngurës të çmueshëm. Drita e të cilit do të ndriçoj në një largësi shumë të madhe sa udhëtimi i shumë ditëve e netëve. Në xhenet do jesh me lejen e Allahut. Dhe kesh stoli shumë bukra, pe shumë larg dhe kuptohet se aha, ky në dynja ka lexu Kur'an dhe ja ka thënë hakun Kur'ani Kerimit. Pastaj do t'i thuhet, a je i kënaqur? Ai do thot po. Atë 2 melajqet që kanë qenë qysh në dynja me atë, kiramen katibin, pra melajqet kiramen katibin që ka shkruar veprat, do t'i luten, o Zot ja Rabbi, shtoja edhe më shumë. Allahu Gjelle Gjelalu do të thot, visheni këtë me petkun e nderit, pra si një kurore, do të veshin tash edhe një tesh, një petk të xhenetit. Ai do të vesh atë petk dhe do t'i thuhet përsëri atij, a je i kënaqur? Ai do të thot po. Ato 2 melaqe do thonë ja Rabbi, shtoja edhe më tepër. Atëherë atij njeri që ka lexuar Kur'an do t'i thuhet, shtrije dorën e gjastë. Dora e tij do të mbushet me rizane Allahu Gjelle Gjelalu. Pastaj do t'i thuhet, shtrije dorën e majt, do t'i mbushet me huld. Huld i vjen me përjetësi. Pa një mysh dhe e marrish se përjetësisht do të jetosh në këtë xhennet. Pastaj do i thujnë me lajqet, a je i kënaqur? Ai do të thot po. Me lajqet do të thojnë, o Zot, shtoja edhe më shumë. Pse? Se 600 faqe Kur'an lexove në këtë dinjë. 600 faqe Kur'an lexove, pa fund shpërblime kije. Çdo ditë lexove një 2-3 faqe Kur'an. Çdo ditë lexove një gjys Kur'ani. Ama çdo ditë lexove. Çdo ditë lexove. O Zot, shtoja edhe më shumë. Atëra Allahu i lartësuar me bujarin dhe butësinë e tij, me hikmetin e tij do thot, unë ja dhurova kënaqësinë, rizan time dhe qëndrimin e përhershëm në xhennet. Pastaj atij njeriu do t'i jepet një dritë si drita e diellit dhe 70.000 melajqe do ta shoqërojnë deri në xhennet. Ja me çfarë skene, me çfarë hejbeti, me çfarë autoriteti do hysh në xhennet. Allahu Teala do të thot. Një hoç shumë i dashur i jemi që e dua shumë. Inshallah se të na pranojë ftesën dhe vijet na vizitoja. Dhe lusim në të na mbajë një ders të bukur. Mes dersit njëri e ka qel gojën. E ka qortu me za shumë të nalt. Tha hoxha të kish rref ma marr se sa atë qortim që ma bani. Unë këtu e përmendi Ebu Hanifen, Ebu Jusufin, të e hapish gojën. Mbaje gojën, thot. Këto kanë dhanë jetë për islamin, të e hapish gojën. Për qatë, kur vjen, ajo vjen për shejtani, e u dhubilajmë në shejtani. Tash mund për shejtani të vjen e t'ja futish një shajt me, apo? E pse e ndalish veten?
se s'është ambienti për shajt apo. Atëherë në goja kur do të vetë çilet, nuk o kjo xhuma, pike safi 7 atje që ngjohen, për çat pejgamberi ka thënë, kur ju vjen gëlltitni atë. Kujtoje pejgamberin al-Islam me njerëz duket ajo. Se për ndryshe 70 herë nders do të ndodhe. Allahu Taala do të thotë, çojeni në xhennet 70.000 melaqe e shoqërojnë. Çojeni në xhennet dhe për çdo vepër të mirë që e ka bërë hipni një derexhe më lart. Që largësia ndërmjet tyne 2 derexheve do jetë se me udhtu 100 vite. Pastaj këtij njeriu që ja ka dhënë hakun Kuranit, që ka lexuar Kuranin do t'i thuhet. Pa tema është Kurani është e krijuar, për njerë t'ja dim vlerat Kuranit pak. Këto ta përkdhelin zemrën. Te ma pa kur dhe e dish se ç'është bereqet pas ka të lexosh Kuranin, eli si di dalish zot. Ku shobe e gji thot Kuranit i krijuar. Më shumë se hoxhallarët që e din me ilmi qelam, me argumentet qelami se çka është qelami i Allahut e në sifati i Allahut. Zatem për çat e merr edhe emrin ilmi qelam. Tema e parë që është diskutu ka qenë Kurani është qelami i Allahut apo është e krijuar. Ilmu kelam. Ati do t'i thuhet, lexo, ngrihu dhe lexoj Kuranin ngadal e bukur, ashtu si që lexojshë në dynja. Me një rivaj tjetër thot, nëse ka dale ke lexoj kështu me vërtetësi, innel dhine keferu, apo qoftë rjedh shumë e në let shpejtësi e ke lexoj. Vetëm të lexosh, vetëm lexoti. Vendi yt do të jetë te ajeti i fundi që do lexosh. Pa fillo lexo, kur do thosë Zoti ndalu çaty, çash derexhe do i kiesh në xhennet. Ai do të lexoj dhe do të ngrihet shkallë pas shkallë, derisa njerëzit e Kuranit të arrijnë në një dhomë prej margaritarësh. Ajo do të ketë 70.000 dyer prej ari. Shifet çfarë skenash ka. E në njeri pajt hoxho, a nuk do mërzitemi në xhennet be. Çi e mendove te xhennetin be? A muhalla jote be loçk. A tetofe mendosh xhennetin be? I bish një kruk, vin ndonjëherë misafira, hajde ku ta çes ermosh, ku ta çes në tetof në misafir. Te Arabatia gje, xhamia e Pashës, hajde te Kalaja një kruk, usos, këto për gjysore mbarojnë. E me këtë analogji mos e krahasojnë në xhennetin. 70.000 dyer prej ari. Frutat e saj do të jenë të afërta, drunjt me pemë, dhe lument e saj do të rrjedhin ndërto vazhdimisht. Në atë dhomë do të jenë banorët e saj, pa xhennetit, bashkëshortet dhe shërbetorët. Kush mund të hyjë në dhomën tënde? Gratë tu janë shërbetorët. Në të do të ketë gjëra që syri nuk i ka pa, veshi nuk i ka dëgju, dhe asnjë zemër bile nuk mund ta parafytyrojë. Pastaj nga dera e parë do të hyjnë tek ai 70.000 melaqe, 70.000 dyer. Nga një dera e parë, 70.000 melaqe. Do të kenë fytyrat e bukura. Më të bukura, në shqip kur e lexojmë gatrohet. Do të kenë fytyra më të bukura që ke pa ndonjëherë, dhe aromën do e ketë më të këndshme se misku. Para mendoni çfarë ere do përhapet në dhomë. Unë shumë qife kom kur hyj në një vend vi erë bukur. Doni xhami përdorin doni sprej të bukur, kështu të kënaqet shpirti. Ndë një xhami hysh era çorap, mos beloshme. Ma pa kësdisesh, pejgamberi ka fal pa çorape, këtu thot ndalohet hyrja pa çorape. Po loç, erës kamës pejgamberit i qofsha fal beloç, kam nuk erës tënde. Çdo melek do të mbajë një dhuratë që Zoti i lartësuar Allahu Teala ja ka dërguar me rahmet dhe me bujarinë e tij. Thënë çdo melaqe me një hedije. 70.000 hedije do të vinë vetëm nga dera e parë. Pastaj Allahu Teala do t'i thot, selami qoftë mbi ju për sabrin që e treguat në këtë dynja. Sa i bukur është përfundimi i kësaj bote. Meleku do t'i thot, kjo është një dhuratë që ta ka dërguar Zoti, ai ta dërgon selamin, bujrun merre dhuratën. Nga dera e dytë do të hynë 140.000 melaqe, te dera e parë 70.000, te dera e dytë 140.000. Tash secili prap me dhuratë. Nga dera e tretë, po ashtu 2 fish. Sa të bëhet? 280.000 melaqe. Secili me nga një hedije nga Allahu Xhelle Xhelaluhu. E kështu me radhë të këtë dyert. Sa dyer kishte gjithsej? Sa kishte? Sa dyer kishte? Te dyert, shef unë gatrame, shef një farë xhennetit. 70.000. Si dyer 70.000. Ma pa te dera e parë 70.000 melaqe, pastaj ke dyer qera 2 fishohen.
Ta dim këtë mo çuditemi janë gjion tuat këto. Rejrat, me lajqe janë. Vetëm ja rabi ta shjojmë këtë moment, ta përjetojmë. Qashtu shkon duke u dyfishuar numri i tyre çdo herë. Pastaj, me që këtë dhe mbarojmë dersin. Pastaj, edhe prindrit e ati ehli Kur'anit, edhe prindrit e ati hafëzit, edhe prindrit e ati hoxhës, që i ka bo hizmet Kur'anit, do të nderohen me të njëjtin nderim me të cilën u nderua fëmia e tyre. Kjo do të bëhet për nder të atij që ishte shoqërues apo hizmeqar i Kur'anit. Prindërit do të thonë, prej nga na erdhi neve i gjithë ky nderim, gjithë to hedije, do t'i thuhet prindërve, për shkak se ju ja mësuat fëmijës tuaj Kur'anin kur ishim fëmijë. Tamam, hoxhallar nuk na bën, ma të paktën te një hoxh na çun. Apo vetë si prind ja mësove leximin e Kur'anit, ati i hyni në gjak, e deshi shumë, e tha ta njetën unë i bëj hizmet, kësaj do bëhem hoxh. Për çat nëse jemi të mençur këtë dinja fëmijët, nipat, mbesat, gjemt e mixhës që kanë fëmijë, ti bindim bëhen hoxhallar, na vin hedije pafund botën tjetër. Ti bëjnë hizmet Kur'ani Kerimit. Për shkak se ju ja mësuat fëmijës tuaj Kur'ani Kerimin. Dhe thuhet se prindërve të hafëzave do të jepet një kuror në botën tjetër që do dallohen. Ky është prindi i hafëzit, lum për ato. Mirë po, ju lutem, mos e prishi gjithë këtë ders të bukur, ama nuk mjafton vetëm me hafëz që e bëjsh. Bile e ke shtinë në një rrezik shumë të madh. E në hafëz, e në që është ma pan shkolla qera laike. Dhe jetë përgjegjësi mbi atë fëmijë, dhe randoj ajo përgjegjësia e Kuranit, e në zakonisht përfundojnë shumë keq këto fëmijë pastaj. Pse? Nga ignoranca, nga xhahilleki i gjyshit, i babës, i mishës, i se. Konsultohu me një hoxh, thojo hoxh dhe e bëj hafëz, Mulla Mamuti ka thonë, me njerë mas hafëzlekit në medrese, që t'ja shojmë lullzimin, t'ja shojmë bereqetin ati hafëzleki. Deri këtu përfundon transmetimi i Muadh ibn Gjebelit, që kalon në librin Rawdatul Ulama, wa akhiru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin, el Fatiha.